Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yawmiddin, thumma ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilman ya Rabbil Alamin. Allahun e lartë madhëruar e falenderojmë, ndihmë, falë dhe shpëtim vetëm për Allahut kërkojmë. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe të gjithë ata të cilët e pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Lutim Allahun që të jemi prej pasuesve të tij të sinqertë, prej atyre të cilët thrasin rrugën e tij me sinqeritet dhe prej atyre të cilët vdesin rrugën e tij duke qenë të sinqertë. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë edhe sonte me dersin e radhës i dyti kë në kapitullin e agjerimit. Vazhdojmë aty ku kemi mbetur, pasi që shejku e përmend që Ramazani fillon me shikimin e hënës, e përmend dhe thot wa yajibu tabyitu niyya li siyamil fard. Dhe është obligim që me e bë niyet natën ose para se me u fut sabahi agjerimin farz. Me e bën niyet para se me u fut koha e sabahut agjerimin farz. Kjo është meselja e parë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men lam yubayyit as-siyama min al-layli fala siyama lahu. Kushdo që nuk e ka bën niyet agjerimin para se me u fut koha e sabahut, domethënë natën, atëherë nuk ka agjerim. Hadithin e transmeton Ebu Davudi, Tirmidhiu, Nesaiu e të tjerë. Çështja e të bërit niyet ka disa nën mesele të vogla e që dietarët kanë thonë që tek agjerimi i Ramazanit mjafton një niyet i vetëm për krejt agjerimin. Edhe ky është mendimi më i saktë. Edhe shejku që e përkron, edhe shumica e dietarëve që e kanë që nëse dikush e bën niyet në fillim të Ramazanit, se ka me agjeru krejt Ramazanin, inshallah i mjafton çaj niyet edhe s'ka nevojë çdo sifir për shembull me bën niyet. Se kanë thonë dietarët vetë zgjimi i tij në sifir është niyet në veti. Edhe mjaftohet me atë niyetin apo qëllimin e parë prej fillimit të Ramazanit. Përveç në disa raste, nëse ti ka ra me e prish niyetin brenda Ramazanit. Këtu kanë thonë dietarët duhet me bën niyet përsëri. Për shembull, ke qenë udhëtar, ti ke ushqy atë ditë. Atëherë ke kput atë niyetin e që e ki fillu me ta. Kështu që duhet me bën niyet përsëri kur fillon. Ka edhe një rast tjetër që dietarët e kanë përmend, është rasti nëse dikush për shembull vendos nesër me udhëtu. Edhe thot nesër kam fillu me udhëtu me njëherë pas lindjes dillit për shembull. Edhe e din që pasi që tu thën i lejohet me prish agjerimin. Mirë po nuk udhëton. Ky e ka bën niyet me prish, mirë po ju ka bën puna diçka ka nejt në vend ose s'ka udhëtu. Çka më bën këtë rast? Dietarët, si thot Abdullah ibn Xhibrini këtë rast që e ka komentuar këtë libër, thot ky person thot atë ditë nuk do të më humbur. Në mënyrë e llogarit veten sikur të jetë agjerueshëm, që në shumë mesele kam në kjo me pas parasysh, nuk han, mirë po këtë ditë do të më bë kaza. Për shkak se ky e ka bën niyet me prish. Edhe është gdhi sikur jo agjerues. Prandaj as nuk han, mirë po e bën kaza. Që ka të bëj me niyetin. Ndërsa thot wa amma an-nafl fa yajuzu bi niyatin min an-nahari. Dhe sa i përket agjerimit që është nafile vullnetar, nuk ka problem nëse niyetin e vënon. Sa me vënu qysh edhe tek tash dietarët kanë dhënë mendime të ndryshme, e që mendimi më i saktë dhe më i parafër është që mos me kalu shumicën e ditës.
e llogarit prej kohës kur është fut sabahu deri në akşam. Sa orë janë i pjeston për 2, mos me kalu gjysën e ditës. Domethënë parafërsisht ka koha e drekës. Disa e lidhin me namaz drekës, disa e thonë me llogarit me orë. Mirë po, Allah alem, pas drekës e tek nej. Nëse nuk e ke bon jetë, është problem se i agjërushëm. Kjo duke u bazu në disa hadithe që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndodhur që është gdhi jo agjërushëm. Mirë për kur i ka pyet gratë e tyne, a ka diçka në shtëpinë tonë për më hangër për ushqim? S'ka pas. Ka thonë jo. Atëherë unë jam agjërushëm. Edhe ka bon jetë prej atë. Mirë po s'përmendet diçka, s'ka diçka decitive sa ora u kon çaj rast kur i ka ndodhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj dietarët thonë, nëse nuk është ushqy, më pak si gjysa e ditës, edhe dën me bon jetë prej gjysës ditës, e tek nej inshallah i mjafton. Nëse ka kalu më shumë se sa gjysa e ditës, nuk ka mundësi me bon jetë. Kjo vlen te nafili, jo te agjerimi farz. Pastaj vjen meselja tjetër, wal maridu alladhi yatadarrar bis-sawmi wal musafiru lahuma al-fitr was-siyam. Dhe i semuri i cili nëse agjeron dëmtohet. Edhe udhëtari të dyve ju lejohet me prish agjerimin. Domethënë, ai i cili është i semur edhe me agjerimin e tij i dëmtohet trupi ose i shtohet sëmundja ose diçka, i lejohet me prish. Edhe ai i cili është udhëtar i lejohet me e prish. Tek çështja e udhëtimit, dietarët kanë diskutuar gjëra gat, për shembull sidomos sot në jetën tonë bashkëkohore, që mjetet e udhëtimit janë shumë komode. Edhe kemi mundësi deri në Stamboll më shku për 1 orë e gjysmë për shembull me aeroplan, mos më lodh hiç. A është më mirë me agjeru në këtë rast apo me prish? Kjo e kanë diskutuar gjëra gat dietarët. Ato që duhet me pas parasysh është që është lehtësim që ka të bëj me udhëtimin. Edhe që ati i lejohet me prish, këtu ka ixhma. Nuk mundet dikush me thonë që jo është jetë komode për 1 orë shkon e vjen e diçka, jo, i ka bë kilometrat, ixhma ka që ati i lejohet me prish. Nuk s'ka pikë dyshimi. Mirë po, a është më mirë ai me agjeru, apo më mirë me prish? Këto dietarët kanë diskutuar gjëra gat. E që është problemi angull gurin kësaj mesele, mirë po, menoj ato që e kanë përmend dietarët, më e afërta, më e pranueshme është ajo që e lidh personi secili person me ato që ai vetë ballafaqohet. Nëse ka vështirësi, për të më i preferueshëm është me prish. E merr lehtësimin. Sepse pejgamberi selam ka thonë, Allah i dën lehtësimet. Mirë po nëse hiç nuk ka vështirësi, e agjeron me lehtësinë më të madhe, atëherë më mirë ndoshta është për të më agjeru. Kanë thonë dietarët për shkak se dita e agjerimit nuk kompenzohet, e Ramazanit nuk kompenzohet kur. Që kjo? Për ndryshe, të dy pjesët kanë bukur hadithe. Ka raste ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kanë dëgjuar për një grup personave që kanë qenë në udhtim agjerueshëm. Ka thonë ulaike al-usat. Ata janë me kataret. Thonë, ka raste kur nëse ki vështirësi, je në udhtim, ty të është leju, tash ti po e rëndon veten me diçka që ta ka leju Allah, atëherë këtu është problem, ka thonë ata janë me kataret. Mirë po nëse hiç fare s'ki vështirësi, atëherë inshallah më mirë është me agjeru. Edhe në lidhje me këto, është mirë vllazni edhe për tek kjo, edhe të shumë mesele tjera më kap tek mesatarja. Me shiku çdo herë, mu më shumë dhe që më pëlqen, janë ata dietarë cilët janë mundu me i mbledh çdo herë argumentet e dy palëve. Pastaj, kur ti mbledh edhe ato argumentet që kundërshtojnë një meselë, edhe këto që lejojnë, ke mundësi me pas një farë, i thojnë të saur, një farë lloj e imagjinon meselen ose e parafron meselen që ka mundësi me qenë në vërtet.
Për shkak se shpesh herë na ndodh e njëjta mesela me pas argumentet që tash që kemi më përmend, për shembull, te hijami ose te disa tjera që komplet kundërta. Të dyja ato hadithet kanë mundësi me qenë sakta. Është ka njëherë pak problem me ju përmbajt. Mirë po, ajo që ne do të me pas në lidhje me këto është që lehtësimet nga njëherë nëse i marrim vet, kemi drejt me i praktiku. Mirë po, jo me lehtësu me ato ma shumë si sa na ka lehtësu Allahu. Në këtë rast ta ka lehtësu Allahu, mirë po, nëse ti do me marrë vështirësin, nuk do me thonë që tjetëri tash ti mja vështirësu. Këto do me pas parasysh. Ti e ndin vetën të fort, me agjeru për shembull në udhëtim, mirë po nuk do me thonë tash që mi thonë dhe shokut tën agjeru se është shumë udhëtimi shumë i lehtë si lodhi jo. Nuk e ki drejt, se ti në momentin që i thuti atij që agjero, jam vesh shariatit agjerimin, a shariati ja ka leju. Do të thonë, nuk na takon më fut në kompetenca që s'janë tona. Pastaj, meselja tjetër është wal haidu wan nufasa yahrum alayhima as-sawm. Thot dhe sa i përket asaj e cila është me menstruacione, me të përmuajshmet, dhe ajo që është me lehon, gruaja me lehoni. E kanë haram agjerimin e gjatë ditëve të Ramazanit. Wa alayhima al-qada, dhe atyre ju takon me e bo qaza. Për çdo ditë që nuk kanë pas mundësi për shkak të menstruacioneve ose për shkak të lehonisë, për çdo ditë që s'kan pas mundësi me agjeru, e kompenzojnë pas Ramazanit. Thot wal hamilu wal murdi idha khafata ala walidayhima aftarata wa qadata wa at'amata an kulli yawmin miskinan. Dhe sa i përket tash këtyre asaj gruas e cila është shtatzon, dhe sa i përket gruas e cila është gjithënse, atyre ju lejohet me e prish, nëse agjerimi i tyre e dëmton veten e tyre ose fëmin. Qoftë është gjithonse ose qoftë është shtatzon. Nëse agjerimi i tyre e dëmton edhe trupin e tij, e kanë konstatuar mjekët për shembull, edhe trupin e saj, edhe fëmin, atëherë dietarët kanë thonë kjo grua e kompenzon për çdo ditë të agjerimit, edhe e ushqen një miskin për shkak të fëmisë. Kompenzimi është për trupin e vet, për shpirtin e vet që nuk e ka agjeru, ndërsa e ushqen një miskin për çdo ditë është për shkak se dami ka pas mundësi me ndodh edhe fëmijës vet. Por ndryshe, nëse e ka konstatuar mjeku që ajo grua dëmtohet veç vetja e saj, jo fëmia, atëherë veç e bën kaza ditë me ditë. I kanë ik 5 ditë, s'ka pas mundësi, ato 5 i kompenzon, ose krejt agjerimi ka ik, komplet e kompenzon atë sa i kanë ik. Pastaj, wal ajizu an as-sawmi li kiberin, aw maradin la yurja bur'uhu fa innahu yat'am an kulli yawmin miskinan. Dhe sa i përket atij që s'ka mundësi me agjeru për shkak të pleqërisë, moshës shtyrë, edhe për shkak të sëmundjes prej cilës nuk shpresohet shërim. Thot edhe kjo kategori, domethënë ka drejt me hangër Ramazanin, edhe kompenzimi i saj i tyre është për çdo ditë me e ushqy nga një miskin. Me pas parasysh mos me përzime ato parën. Këta nuk kanë mundësi për shkak të pleqërisë moshës shtyrë tepër, edhe për shkak se ka një sëmundje që as nuk shpresohet që ka me ushëru, i tilli kompenzimin e ka veç për çdo ditë me ushqy nga një miskin. Wa man aftara fa alayhi al-qada. Faqat idha kana fitruhu bi aklin aw shurbin. Tash vazhdon. Edhe thot sa i përket atij i cili e ka prish agjerimin, me çdo tash i përmendim, ka me kompenzu ditë me ditë. Nëse ka hangër ose ka pi ose ka vjell qëllimisht,
ose ka bo hijame. Ka hongër, ka pi, ka vjell qëllimisht, ose ka bo hijame, ose ka bo ndërhyrje direkte që më ndiku me ejakulu sperma. Qëto 5 janë që shejku i përmend për gjërave që e prishin agjerimin, e kompenzimi i tyre bëhet një ditë me një ditë. Do më thonë, e para nëse ka hongër, e dyta nëse ka pi, e treta nëse ka vjell qëllimisht. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Men aftara yawman fi Ramadan min ghayri udhrin lam yaqdi anhu siyamu ad-dahr." Edhe këto merrne çet hadith që ka thonë pejgamberi alayhis salam, kush do që e prish një ditë të Ramazanit, nuk e kompenzon këto as agjerimi i tërë jetës. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin e transmeton Tirmidhiu. Edhe nëse agjeron gjatë gjithë jetës, nuk e kompenzon. Qëto kanë marrë dietarë çet hadith e kanë marrë argument që kanë thonë se për shembull nëse udhëtimi nuk të lodh, është më e preferuar me agjëru, për shkak se Ramazani ka vlerën e vet të veçantë. Edhe pse disa dietarë pastaj kanë kundërshtuar, kanë thonë se që ajo ditë si kompenzohet, llogaritet sikur të jetë në Ramazan. Shpërblimin e ka sikur të jetë Ramazan. Mirë po, këta thonë që Ramazani është i veçantë si muaj komplet. Pa nuk i ndan ditët e tij pastaj në kompenzim, për shembull në Shawal ose Shaban ose në muaj tjerë. Pastaj nëse e ka bë vjelljen qëllimisht, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men istaqa'a 'amdan fa 'alayhi al-qada." Ai i cili qëllimisht ka bë vetë që me ndërhy me vjell, atëherë atij i takon kompenzimi i agjerimit. Pastaj hijamja, për gjërave që e prishin agjerimin. Hijamja vllazni është prej meseleve ndoshta më problematike të agjerimit. E që me të tani lidhen edhe disa mesele bashkëkohore, për shembull me jap gjak. Nëse thu që e prish hijamja, do të më thonë që edhe nëse jap gjak në Ramazan e prish. E që është mesele që dietarët bukur fort e shpjegojnë. Unë për veti kom dëgju disa derse, ka ra me lexu edhe një libër që e ka Ibn Taymije enkas për këtë mesele, disa herë me dietarë të ndryshëm atje. Hala për veti nuk e kam të prej me këtë mesele. Allah alem, ma shumë flan zemra tek ajo që hijamja nuk e prish agjerimin. Edhe këtë mendim e kanë Hanefit, Malikit edhe kogja shumë të Shafive. Ndërsa Hanbelit e kanë mendimin që e prish. Sheikhu në këtë rast e ka mendimin që e prish. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith që ihtajama wa huwa sa'im. E ka bon hijamen duke qenë agjërueshëm. Ky është një hadith. Ka hadith që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë aftara al-hajimu wal-mahjum. E ka prish agjërimin ai i cili bën hijame e ati cilit i bëhet hijame. Dytë. Do thonë, këto dy hadithe komplet bin kundërshtim me njëna tjetrën. Tash ka thonë disa dietar, thonë që hadithi i parë që e përmenda, që ka thonë që ka ardhur që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kryer vetë hijamen duke qenë agjërueshëm, është pas atij hadithit e ma që përmend që pejgamberi sallallahu ka thonë e prish agjerimin. Domethënë e ka bën nasih, e ka abrogu, e ka shfuqizu hadithin më herët. Disa thonë jo, disa i japin përparësi fjalës para veprës. Edhe në shariat është rregull që një hadith i cili është të cilin ka thënjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka ndalu për shembull me diçka, ka përparësi para veprës, sikur në këtë rast. Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndalu ose ka thonë e prish agjerimin, është më e vlefshme, është në një shkallë më të lartë se sa nëse është pa vetë të duke e bën hijamen. Është rregull në usul. E rëndësishme është ata të cilët kanë thonë që nuk e prish, kanë thonë e ka pas qëllim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dobësimin, që ai i cili nxjerr gjak dobësohet.
Edhe ai I cili ja ka nxjerr gjakun, në atë kohë është dëpsua, sot nuk dëpsohet hiç. Sot e nxjerr me ato kupa shumë lehtë. Mirë, po në atë kohë kanë pas metodën që e kanë nxjerr me bri. Edhe është deshtë edhe ai cili e ka bon, me ngrej gjakun me frym. Ja kanë fut atë brinin në lëkurë edhe është desh me ngrej lëkurën me frym. E tash është rreziku që një pjesë e gjakut tina edhe më t'hingoj, po edhe është lodh edhe ky personi që ka bën. Edhe domethënë kanë thonë shkaku I ndalimit të xhames është dobësimi. Për atë arsye kanë thonë themi që është me krah mirë po nuk e prish. E që kjo më shumë ka flajt zemër. Mirë po, Allah alem është mesele diskutabile mes dietarëve që kanë diskutuar gjëra gat edhe në sens përveç ndonjë rast shumë caktuar ose është kohë emergjent, inshallah nuk e prish. Për shembull, dikush të afërmve ka nevojë për gjak ose diçka, I jap gjak inshallah pa probleme edhe nuk e prish. Përndryshe në sens më mirë është më rujt khilafit mos pajtimit. Për shkak se ka hadithi që ka ardhur që pejgamberi selam ka thonë e prish, edhe ai është sahi, edhe ky është sahi, është çështje problematike. Pastaj e prish ejakulimi direkt, me ndërhyje tonë direkte, që ka mundësi ose më ndodh me puthje ose masturbimi. Këto janë për gjëra që e prishin agjërimin, kompenzimi I tyre bëhet ditë me ditë. Thonë për çat ditë që e ke prish, atë ditë njëjtën e kompenzon. Pastaj thot illa man aftara bi jima'in fa innahu yaqdi wa ya'tiqu raqabatan. Përveç se ai I cili e prish agjërimin me marrëdhënie intime. Tash kompenzimi I marrëdhënieve intime nuk është një ditë me një ditë. To do të më pas parasysh. Thot kompenzimi I atij I cili e ka prish agjërimin duke bërë marrëdhënie intime është lirimi I një robi. Fa illam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain. Nëse s'ka mundësi me liru një rob që sot s'ka mundësi, atëherë I duhet me agjeru 2 muaj një pas njëshëm pa ndërprej. I lejohet ndërprerja vetëm me ato që ka të lejohet Ty me prish Ramazanin në sens. Për shembull, ke udhëtu, ke qenë se mur ose diçka, kjo nuk llogaritet ndërprerje. Do thonë, e vazhdon pa ja nis për fillimit. Përndryshe, I ki agjeru për shembull 27 ditë. Edhe të 28-ën e ki prish pa ndonjë arsye të caktuar, do të ja nis për fillimit. Se ka ardhur më të tabi'ain, një pas njëshme, pa ndërprerje. Do thonë 60 ditë. Disa dietarë kanë thonë 61. Edhe një me bë kazat çat ditë veçantë. Nëse as këto s'ka mundësi, atëherë fa illam yastati fa it'amu 60 miskinen. Nëse s'ka mundësi, atëherë I duhet me I ushqy 60 miskina. Kjo duke u bazuar në një hadith që një person ka shku te pejgamberi selam I ka thonë helekt ja Rasulullah, u shkatrova I dërguari I Allahut. I thot pejgamberi selam, çka të bëni ty që më u shkatru? Thot kom bën marrëdhënie intime me gruan time midis Ramazanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka përmend këto 3 kategori. Ka thonë, a ki mundësi ti me liru një rab? Thot jo. Thot, a ki mundësi ti me agjeru 60 ditë? Thot jo. Thot pejgamberi sallam, a ki mundësi me ushqy 60 miskina? Thot jo. Thonë, ma të pare ka përmend robin, pastaj ka përmend agjerimin, pastaj ushqimin. Sikur se të kishtë ardhur hadithi me ose, kjo I bjen që robi ka drejt zgjedhje. Për shembull, që kanë ardhur disa ajete, ai që s'ka mundësi e bën këto ose këto. Kur janë me ajetet kuranore ose hadithet, I bjen që ki drejt zgjedhje. Mirë, po këtu jo, këtu është përmend e para. Nëse s'ki mundësi të parën, atëherë kalon dytën. Përndryshe nuk kalon dytën pa mundësinë të parës. Do thonë, robit s'ki mundësi me liru, atëherë kalon te agjerimi. Agjerimi s'ki mundësi, kalon te ushqimi 60 miskinave. Jo më kalu tash dikush ka para dhe thot për marr për zgjedhje këto tretën më njëherë, jo. Pastaj ka thonë pejgamberi selam, a ki mundësi me ushqy 60 miskina? Ka thonë jo. Ka thonë, a ki mundësi me jap sadaka? Ka thonë, kjo konë miskin I ngrati. Ka thonë, o I dërguari I Allahut, sikur më thonë tash për shembull,
për afroj me shembull këtu si më thon pri Gurrakocit deri në Vrell s'ka më të varfër version. Edhe ai ka thon Mala Betejha. Në Medinë e njëf dy vende, si më thon pri atij qoshi deri në këtë çash në Medinë s'ka më të varfër version. Në qatë kohë është fut një prej sahabive edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas një shport me hurmë në dorë edhe i thot japja thot këtë shportën këtij personi edhe i thot jap sadaka me ta. Pastaj kur i tregon se është shumë i varfër, atëherë i thot merre edhe ushqeje familjen tonë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kesh ka ardhur në këtë hadith që ka qesh saqë ju ka ndok dhëmt e tij. Edhe i thot shko edhe ushqeje familjen tonë. Ajo që e përmenda hadithi është në Buhari, është i saktë edhe është argument që personi i cili e prish me madhonjen time agjerimin ose i ka tash robi bjen me njëherë se në kohën tonë s'karab, ose i agjeron 60 ditë me njëherë pa ndërprerje ose e kompenzon duke i ushqyer 60 miskina. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men nasiya wa huwa sa'im fa akala wa sharib falyutim sawmahu fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu. Thot pejgamberi sallallahu ai i cili ka harru se është agjerueshëm, ka hongër edhe ka pi, atëherë le ta plotson agjerimin e tij. Thot për shkak se Allahu ka deshur me ushqy edhe që me bën ato që me pi. Hadithi është muttafaqun alayh. Që ka për qëllim se nëse dikush është ushqy nga harresa, edhe pastaj kujtohet, mos ta prish agjerimin, mirë po Allahu ka deshur që me ushqy ato. Edhe e vazhdon çat ditë, edhe nuk ka kurrë. Domethënë s'ka kompenzim as kurrë për ta. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la yazalu an-nasu bi khairin ma ajalu al-fitra. Njerëzit vazhdojnë të jenë në mirësi përderisa e shpejtojnë iftarin. E që tash vazhdon të i përmend sunetet e agjerimit e që njëna për ty në është për shpejtimi i iftarit. Me bo iftar me njëherë që të futet është prej sunetit. Pastaj thot pejgamberi sallam tasahharu fa inna fi as-suhuri baraka. Bani syfër, zgjahuni për syfër sepse në syfër ka bereqet. Kjo është prej suneteve të tjera të agjerimit, e që dietarët kanë thonë që hikmeti i saj është urtësia pse me bo syfër e kanë përmend se trupi ka nevojë që të jetë i fortë ditën. Prandaj edhe është mirë me ushqy në syfër, edhe bën që robi me e desht agjerimin. Sepse nëse nuk zgjohet në syfër edhe i dobësohet trupi i tij, atëherë ka mundësi që gjatë ditës time me e urrejt agjerimin. Mirë po nëse ndin veten të fortë, atëherë ja lehtëson vetit edhe shumë me lehtësi e agjeron edhe i bëhet diçka e dashur agjerimi. Edhe pejgamberi sallam po përmend, po kuptohet në bazë hadithit që ka bereqet në syfër. Prandaj është prej suneteve të forta. Pastaj thot idha aftara ahadukum falyuftir ala tamr. Suneti tjetër i radhës është, ka thënë pejgamberi sallam, nëse dikush për juve bën iftar, le të bën iftar me hurme. Ka ardhur në hadith që pejgamberi sallam ka bërë iftar nganjëherë me hurme të matnjuma, i thonë rutab, nganjëherë kur s'ka pas matnjuma dhe me hurme të thata. Kur s'ka pas këto, ka ardhur në hadith hasawat min ma. Ka bërë iftar me disa gllënka ujë. E që këto janë prej suneteve që është mirë dikush mi praktikuar, pse na sot dhe kemi atë jetën komode, sjellin në atë gjendje, mirë po është mirë spaku me qel, edhe është prej suneteve që kam përmend dietar me qel iftarin me hurme. Pastaj wa qala idha aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa in lam yajid falyuftir ala ma'in. Kur dikush për juve bën iftar, le të bën iftar me hurme. Nëse s'ka hurme, atëherë le të bën iftar me ujë. Fa innahu tahurun, sepse uji është pastrues. Do thonë edhe me ujë. Është prej sunetit. Pastaj thot pejgamberi sallam men lam yada' qawl az-zuri wal 'amal bihi wal jahl falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu.
Tash vazhdon duke I përmend ato që janë mekruhe, që në sens nuk ta prishin agjërimin, mirë po ta dëmtojnë, ta qesin për tokë edhe ta zvoglojnë shpërblimin. Thot pejgamberi selam, ai I cili nuk e lën veprën e keqe ose dëshminë e rrajshme, edhe punën me ta, edhe ignorancën, thot Allahu nuk ka nevojë thot që ai me lan ushqimin e tij ose pijen e tij. E që do të thotë që ai I cili nuk I lën këto gjëra, tash këtë fjalën qaul zur, shejku e ka komentuar, ka thonë që është gënjeshtra, është shpifja, sharja, përqeshja e dikujt, injorimi I dikujt, këtë këto kanë të bëjnë me çto. Këtë çto janë mekruhe të Ramazanit, të cilat ta dëmtojnë agjërimin tonë, e që hinë edhe në hadithin që e kemi përmendur këtu disa herë, që ka thonë pejgamberi selam, dikush nga ummeti im vjen ditën e gjykimit me namazë, me agjërim, me zeqatën, mirë po në anën tjetër e ka shoh dikon, e ka fyt dikon, ka shpif për dikon, I ka përmend 5 kategori që kanë të bëjnë me hakun e tjetrit, ndërsa në ditën e gjykimit I mirën nga veprat e tij të mira, edhe I vendosen atij cilit I kanë hinë hak, derisa kjo bëhet shkak që Allah na rujt me e fut në xhenem. Do thonë, përveç se ta hup shpërblimin këtë botë, rrezikon edhe në botën tjetër me t'i marrë veprat e mira. Von kjo është prej mekruheve. Çdo vepër që në esencë është e ndaluar, sigur këto që I përmendëm, agjërimi nuk e prish, mirë po e dëmton. Pastaj thot pejgamberi selam, men mata wa alayhi siyam sama anhu waliyuhu. Kushdo që vdek ndërsa ka pas obligim agjërim, atëherë e agjeron për ta kujdestari I tij. Nëse dikush ka vdek duke I pas bërsh edhe disa ditë, atëherë në medhhebin Hambeli është që I agjeron për ta kujdestari I tij, hadithi është muttefaqun alejh, kujdestari I tij është për qëllim ai I cili e trashëgon prej tapënve të tij, që e trashëgon pasurinë e tij, që ka mundësi me qenë djali, ka mundësi nganjëherë me qenë vllau, varësisht personit ose kategorisë që ai e kalon. Agjeron për ta, për shpirtina, aq ditë sa I kanë mbet atij, përderisa ai nuk e kalon agjerimin e tij nga neglizhenca e tij. Nëse qëllimisht e kalon agjerimin ose e ka neglizhu, për shembull I ka pas 3 ditë bërsh që ka udhëtu ose diçka, edhe e din që ka orë shevali, edhe nuk është të desh mi agjeru, ai është në vendin e vet tash, është liru, s'ka ndonjë punë caktuar, nga neglizhenca atij është I lënë atë ditë, atëherë veli I tij, këtë as kujdestari I tij nuk e ka obligim mi agjeru, nuk agjeron për ta. Mirë po nëse e din se ka pas qef mi agjeru, edhe e ka pas gojle në momentin që ai lirohet ose diçka, atëherë I agjeron kujdestari I tij për ta. E që këto e kem përmend edhe herën e kaluar që është për meseleve diskutabile. Që kjo me çikash për përfundoj për sonte, për shkak se nëse vazhdojmë tash te agjerimi nafile, e kem lënë për dersin e ardhshëm me përfunduar inshallah. Se na ka mbet edhe pak, edhe do mi marr inshallah disa mesele bashkëkohore. Edhe po presim për juve pyetje që dersin e ardhshëm me kompletu inshallah agjerimin. Allah është përblef për dëgjimin. Allahni halal. Aleikum salam haji. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.